Muzika rap është një zhanër ku përveç ritmit, një gjë që e bën të veçantë është edhe teksti i këngëve. Si shkruan ato? Nga vjen inspirimi dhe frymëzimi reperëve tanë për të shkruar një tekst. Shpeshherë ato kanë të bëjnë me jetën e tyre të përditshme, me femrat, parat e disa herë edhe me disat. E shohim në vazhdim materialin e përgatitur. U mësuam me ta, madje tash po i shohim shumë më shpesh se vite më parë. Kultura e muzikës së tyre po merr për masa shumë të mëdha, saqë është e pamundur të mos ta prekin veshin muzika e zëri i tyre. Reperët e vendit ton janë avancuar dhe nuk janë më si në kohët e kaluara. Kjo është edhe arsyeja pse këta djem gjindën prap në mesin ton. Hajde, tjetra, si me shik sheqer. Si me marru burek. Për të bërë një hip-hop këngë, duhet të kesh talentin të shkrua shat. Për të shkruar, duhet të kesh inspirimin, e kjo e fundit rrjedh nga diçka. Shkruj për qefi, korra, si inspirima, veç kur të puna me inqizu, që duhet me inqizu, duhet m'ull me shkru që atër vina në studje, shkrujna ma për para, po jena ule, jena inspirue, kena shkrue. Qëtash mo qash na u ka bo rutin që veç vina kur të instrumentali një fjall na vynë me nëzirë bashk, edhe tani bot këtë teksti asi. Ka njëre hesh, nështë jam të bo këtë diçka tjetër, po këtë diçka tjetër në rrugë, sa shë nështë tam inspiron, këtë ma jap na ide, këtë jashtë, ta bëdhe nështë një famën bukur të kalu në rrugë, nështë tam jap ide, shë një djallë veshën gjënë që apo di, kur se dihet për kujt vjen inspirimi, apo dhe, në inspirona zakonisht pisana përditshme, që ashtë në rrugë. O shumë letë mu inspiru në Kosovë, se në sanët e njëjta që ndodhen, njëjtë që unë si Kresha, si Mitrovici, si Prishtinë, si Pej, si Gilan, ku do në Kosovë, ndodhen sanët që për një njëri që ka shkruar dhe birët me hip-hop, o shumë letë me gjetë inspirimin të diçka në përditshmëri që ndodhë aty. Na e në qasë repera paka shumë me Kresha, jo paka shumë, po shumë. Duke e ditur që hip-hopi është kulturë në zhvillim, këtë gjë po e kuptojnë mirë edhe reperët. Ishte një periudhë kur ata ishin vetëm të dëgjuar e pak të përkrahur. Ky dallim kohor atyre ju ndihmon edhe në shprehje më të lira në tekste. Është menimi më original. Është menimi qyshe me nënë. Qyshe je ma direkt edhe nuk i nevoj me lobu në mendjen tonë e fjalla adekuata me ti marrë vesh njerës, ta mos me ti marrë vesh. E thu qysh je rriti, qysh je mësu ti me thonë. Edhe njerëzit që jetojnë me një rap, të një gojnë hip-hop e kuptojnë se hip-hopi është një gjuhë e unifikume po të nëre. Shumë ka ndryshim, se qëtash veç e kanë kuptu njerëz, e kanë kuptu hip-hopin. Shumë ma mirë, atër s'kan dit, as ata s'kan dit ma mirë, po edhe s'di se kanë bo mirë, s'po di që me thonë. Për shambull, unë po foli pej repera ma të vjetër që në kona atë kohë që kanë bo muzikë që a i këm patë ata. Mas pari gramatika u konë muzikë të hip-hopit që për menim tem u konë nga bim se dyqysh hip-hopi u dalë për rrugëve, me shti gramatikë në hip-hop s'ka kuptim abden. A mos do fillim u konë i shtirë, unë i vlerësoj çdo sen që kanë bo reperat të vjetër e sen për çdo respekt janë abden. Janë disa shprehje shkrimi për tekste. Tani që edhe bota teknologjike ka avancuar, është shumë lehtë të shkruash një tekst me mjetet që të ofrohen. Këto kanë ndikuar ndoshta edhe rrjedha e muzikës në Amerikë. Muzika hip-hop del nga rruga dhe është kulturë rrugore. Në tekstet e saj përdoren zhargone dhe shprehje të ndryshme nga të gjithë. E zonë nëse në Kosovë dikush e thot një term pejon që dikush se kupton me siguri që e vetë dikon edhe merr vesh. Domethënë nuk ka kur që të keqe mi përdor termet e qyteteve që janë për shkak se na kemi kultura, ajo është kultura jonë, nuk është diçka që na vjen marrë episod. Për parësi më është ajo, ma letë në shkru, për parësi. Çka do, domethënë kjo na bën speciale gjuhën tonë në këtë botën, edhe gjuhën shqipe. Ka njerë dhe kërë hin shumë thellë që ata ka njerë zbën me hi shumë thellë në kongë tujat. Se njerëzit dojnë me të kuptu ma shumë, e për me të kuptu ma shumë dhëtë me kongë ka njerë shumë i thjeshtë, ma i kjarë, për foli për masë.
Hip-hopi flet për çdo gjë. Mund të dëgjosh tekste ku thuhet se unë jam më i mirë se ai, ose unë jam më i miri. Kjo është veti interesante se nuk është shfaqur vetëm në tekstet e reperëve vendor. Ndoshta ky është ndikimi, edhe pse nganjëherë tekstet që shkruan nga reper mund të mos jenë reale dhe ta paraqesin reperin me shumë reputacion. Unë s'nona me analizu ta zhvarët publiku s'di që shenin na, që mirën me që të punën e tri reshtat e parë që të ngoj dikon. Ture po vate dia o repera së repera, veç pa po shitët reper, ajo, s'ka lidhe qa thot, po veç që ashtu e kanë reperat naturale kanë avedem, kur të me repovate ka pi natyrës që ata. E ata që se kanë pi natyrës vrejnë, për menimin tem, unë e i vrej, po tash publiku po ketë nuk pi vrejnë, po. Albumi i Kreshës e Famën i pare patikat e mija. Albumi jem si Kreshës e Vëndërës Vëllësan e Famën për inatet njën e tjetër. Albumi jem si Kreshës dytit e Famën e është Force One. Vetë amni po të kalzën sa realje në na. Përmbajtja e albumit parë të mësi Kreshës, patikat e mija, njëri është qyshe del të qyshe një Kreshën është njëri fanatik mas patikat, i don patikat, i repovat patikat, apo kuptan. Njëri të kohë në album parë më pas kongën Aprili Lili. Këtë shëshnia e kanë ditë që jone e raj me një farë mënyre, se i thëmë Kreshës dalë për 15 minuta, i bëj 45 minuta. Në vitet e ndryshimit hip-hopit kemi mundur të dëgjojmë më shumë tema sociale, që edhe tani nuk mungojnë, por një dukurie e re e teksteve janë femrat, lekët dhe shprehja e zemrimin ndaj njëri tjetrit, ose thënë ndryshe disat. Ajo zgjedhja e këngëtarit, reperit, që atër kur kena bu sen social jena nish ashtu. Apo kuptan, jena nish që dohet me shkru, dohet me thonë që atër. E që tash i kena cakun tjetër, kena targeta tjerë, nuk na vynë mu me social ose me kalzu që dina me repovat, se e kena kalzu atë senja, e di njerës që na dina me repovat. Tash këshurim me bohite. Ma mërë menja që në album tonë ka pas shumë tema sociale, dina shqumë për a farë pune. Edhe së unë i projekti festivit, qëllimi është një temë shumë më madhe sociale, edhe është një, që me thonë, një mesazh për mos me përdorë dhunë në për shkolla, kjo arti është artë. Edhe Picasso kur ka bona i piktur, apo Van Gogh, apo cili dëtë kur ka bona i piktur, ka bo piktur për shamull luftën apo betejen, po nuk i shku me luftu me preja, ata e kanë bo, arti është artë. Nërsa sjellja gjithmonë do të më thonë në shoqëni njëri do të më konë shumë më mirë. Edhe me nejtë për shembull konga e festimit është një kongë me qëllime shumë të mira sociale. Këta reper janë në nivel tjetër. Një tekst të tyre ata mund ta përfundojnë kudo që janë dhe sido që janë. Për të bërë një reper i pëlqyer, çfarë artësi duhet të ketë një talent i ri, tregojnë djem nga përvoja. Mendoj që me konë një reper i mirë, në reper e mirë duhet me ditë me shkrujt mirë, për me shkrujt mirë, për me pas tekst të mirë, mendoj që çdo ditë duhet me shkrujt, çdo ditë. Mu në ditë e jam mik pa i shkru dhe të reshta, mendoj që jam kërkar, dal pak për ja vëdën. Po që se cilin njeri dallon pi tjetër që e bën edhe reperin të veçantë pi reperin. Se ti qysh çfarë karakteri e ki, farë njeri e qëtë edhe në muzikë. Edhe që ato, nëse je tamam reper, a nëse dënë me këshyrë mu bëhet pak si Lil Wayne, pak si aj, pak si kë, që atër të zdallën, se që asë i ti plët me kila. Një reper në tekste veçan mënyra e shkrimit, menaj mënyra e qasjes tina ndaj tekstit që është ka dënë me shkru, dhe ma e rëndësishme që ka është në hip-hop është në mënyra e interpretimit që ati tekstit. Do më thonë, është me shkry tekst shumë të mirë, po mështë me pas interpretim në stëdje dhe ja hup efektin fjali. Sikur se nëse del në shfaqjen teatr edhe lunë një rol edhe në qatë rol në teatr, nuk je bind shumë të lujën emocionale tina. Do më thonë, vynë, do të me pas në ndjenjë, do të me pas feel për që ato që apo shkru. Shumë dakord me Kreshën që a tha krejt, unë personalisht pa marrë nga që duhet një reper më konë shumë vetja, shumë real, me bitë ato që përshkru, që shtash edhe më arët më konë shumë pe fillimit dhe në fund me po ato si spot. Unë e Kreshës jashtë spotin, për shambull, para se me bu kongën. Para se me bu spotin, e ndoj kongën e shë spotin, se ka përshkru shumë mirë. Imaginat, me pas dikcion, me pas realitet, me pas në studiot njësit, big bangit, të stash beat, një rap box.
Koha ndryshon e me të edhe gjërat rrësal. Aq shumë ka evoluar kjo kulture i popit, sa që edhe reperët tanë nuk po jalshojnë rrugën. Ata janë në hap me trendet botërore, sa orë që vjen koha të lansojnë diçka të re e të kapshme për veshin e dëgjuesve. Niggas is mad, I get more butt than ashtrays. Fuck a fair one, I get mine.